طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit e nderuar, jemi tek fetavat e Imam Albanit rahmetullah alayhi. Në dersën e kaluar kemi folur për risit në fe apo bidatet. Sonte do të flasim për kufrin, hipokrizin, padrejtësinë dhe shthurrjen. Normalisht në pika të shkurtra, sepse janë fetvat të shkurtra të Sheikh Albanit rahimullahu taala. Thot Sheikh Albani rahimullahu taala, thot kufri ndahet në kufrin ameli apo në vepër, që është i vogël, dhe kufri i'tiqadi, që është kufri i besimit dhe është i madh. Pastaj vazhdon, ose mund ta ndajmë atë në kufër qalbi, edhe i zemrës, ose kufër laudhi në shprehje. Çka do të thonë kufër në vepër edhe kufër në besim? Çdo kufër në besim është kufër i madh. Është kufër i madh. Mirë po, jo çdo kufër në vepër është kufër i madh. Që ky ndohet pastaj në dy lloje. Që thot Sheikh Albani në librin e tij, thot që ka kufër, edhe pse është në vepër e cenon edhe zemrën. Mirë po ka kufër që bëhet në vepër, po nuk e cenon zemrën. A e dini ndaj kufër në vepër vllazni që nuk e cenon zemrën? Shembuj, hajde bismillah. Beja, me bo be, pasha dilën. Po, është shirk. Normalisht është edhe kufër, fakat ashrek au kafar, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos gjykimi me ligj të Allahut subhanahu wa taala është kufër në vepër, dhe kjo nuk e cenon zemrën, do më thonë nuk, nëse ti nuk e bën halal, mos gjykimin me ligj të Allahut, ky person nuk është kafir. Dhe kjo është kufër në vepër. Apo? Ndërsa, kufri i zemrës e cenon imanin, del pi islamit njeriu. Sepse e mohon ato që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Kur ta shihni një person, për shembull, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë me një hadith momentin kur bën zina del imani. A ka thonë del imani? Kjo është kufër në vepër, në një aspekt. Është prej llojeve, prej bazës së kufrit, por se është kufër i vogël, që nuk nxjerr nga feja Allahut subhanahu wa taala. Del nga imani, po jo nga islami. Pronarët e mëkateve të mëdha, prej imanit, prej mu'min bën muslim. Ne i kemi trajtuar në tabel më herët. Kemi thonë që rrethi i madh është Islami. Pastaj futesh në Islam me shahadet, bën vepra të mira, bëhet mu'min. Pastaj bën akoma më shumë vepra të mira, është muhsin. Që shkon në hadithin e Gjibrilit, apo? Tregon për Islamin, imanin, ihsanin. Dhe çdo muslim a është mu'min vllazni? Po ajo? Jo. Çdo mu'min a është edhe muslim? Po. Çdo mu'min a është muhsin? Jo. Çdo muhsin a është mu'min? Po. A është muslim? Po. Kuptum. Nga poshtë, lart nuk mundesh me shku. Mirë, po nga lart, poshtë i ki gjitha. Për me qenë muhsin, ti du të më konë edhe muslim, edhe mu'min. Ama për me qenë muslim, jo domosdoshmërisht je mu'min edhe muhsin. Sepse janë kategoritë e imanit. Bukur. Siç është ndo kufri vllazni, se në çështjet e kufrit, ndarjes kufrit kanë deviju grupe, sikur që janë Khawarijët, sikur që janë Murxhiat. I kanë keq komentuar jetët kuranore, i kanë bërë tekfir njerëzit, por edhe e kundërta me Murxhiat. Pastaj kemi nifakun, hipokrizia ndahet në nifak ameli, vepror, në vepër, dhe thot çka ndahet në i'tiqadi, në besim. Cili është nifaki i veprës? Çka ka thonë pejgamberi alayhi sallam? Kushdo që i ka këto 3 cilësi apo 4 është munafik.
Çfarë munafiki o ky? A është në zemër apo në vepër? Në vepër. Pejgamberi sa ka thonë është munafik i vërtet. Nëse një person i ka 3 cilësijat, a është munafik ky edhe në zemër? Jo. Cilat janë? Ka 3. Po cila alametet janë të 3? Hajtë kallëzo. Cilat? Cilat që të 3, cilat alamete janë, cilat shenja janë që i ka që ky person të 3? Kur flet rran, po. Fjalën se ban. Edhe nxehet nervozohet. Bukur. Çto të nxjerrën mbi fis? Jo. Ti thoj në besim. A kuptova? Në më thonë, fjala Resulit Alisat sa munafik i vërtet është për qëllim, munafik në vepër, po jo që ka dollë prej dinit. E prej dinit del, kur e mohon, ose, e ka zemrën kundërshtim me veprën. Dhe më thonë, veprën e fol namazin, vjen në xhami me ty, po e urrejn namazin. Po pse fol namaz bashkë me muslimant? Se tutët, mes në muslimanve. A kemi në munafika? Kemi. A kemi munafika që në zemër, që në pabesimtar? Po na si dim. A i dim na? Si dim. Përveç nëse do në mi zbulu Allah subhanahu wa ta'ala, për një moment, i shep për shembull kur muslimant humbin, ata gëzohen. Ama nonën tjetër thotë, jo unë jam musliman. Si njoni prej gazetarëve më herët, që në fund murr vesh jo është ateist. Po në fillim mu shit ke, se medresën e kryme tipi, medresën e kryme, edhe plus asaj thonte që une i gombonja disa muj si imam, ku e di une motra e më është e martun për hoq, e gjitha këto gjëra, edhe shenjat i shikë shenjat e ti që kjo munafik. Pse? Në debate sipër me njerëz, në për televizione, kur thonte që muslimant po përhapen praktikimi i fesë, çfarë thoshte ky? Thoshte rrezik puna. Një musliman që i thot vetit musliman, a ka mundësi me thonë rrezik puna është e praktikimit të fesë? Përveç se një munafik. Edhe dul në fund, çfarë tha? Mas një kohë, masi që folte kundër mthojzave abizmit, që i fuste krejt me tekfirza me selefi, me krejt në termin vahabi, çka? Në fund dul, pasi që e kryti misionin e vetë në thojza, në fund dul, tha unë jem ateist. Pse ma herët nuk thesh ateist? Po me thonë ateist, nuk jam marrin fjallën. E në fillim thoshte unë jem medresant. Ani kur i theshin do analista, do gazetar, kur i theshin, ky njeriu i fushës është. Ti sotin madh. Veç me po një ekspert mi dit këto çështje që i din fetare, kur ta sheh se çfarë niveli të dijes kanë me këto gjëra, çuditet njeriu apo ata. Pastaj padrejtësia apo dhulmi ndahet në padrejtësi ameli në vepra dhe thot padrejtësi në besim. Edhe padrejtësia ndahet në 2 lloje. Dhulmi madh, dhulmi vogël. Dhulmi madh, atë nxjerr pi fes. Po çka është dhulmi madh që nxjerr pi fes? Shirku. Inna shirke le dhulmun adhim. Me të vërtetë shirku është padrejtësi e madhe. Mirë, nëse i hish në megje, a padrejtësi? A dhulm? A nxjerr pi fes kjo? Jo. Atër kjo është padrejtësie vogël. Nëse i mësojmë këto terme, atër shumë lehtë apo shumë vështirë mund me deviju. Sepse kemi barierat e diturisë me lejen Allah subhanahu wa taala. Pastaj thot shturja, fisku, ndahet me fiskun në besim, fiskun në veprim. Fisk, pabindje, mëkat. Personi që bën fisk është fasik, mëkatar. Ta shqysh fisku i madh, fisku i vogël, pas ka edhe mëkat të madh, mëkat të madh që nxjerr pi fesa dhe mëkat që s'nxjerr pi fesa? Po dhe shirku a mëkat? Po mëkat që nxjerr pi fesa. A ka thonë Resuli alayhi salatu wassalam? Ai ka përmend 3 mëkate. Me një transmetim 3, me një transmetim sa? 7. Bukur. Çka ka thonë e parë? Mëkati më i madh është shirku. Po ç'ky mëkat? Mëkat dhe mëkat gjuna. E qysh tash gjënohet nxjerr pi fesa? Po ka gjënohet që nxjerrin pi fesë, ka gjënohet që nxjerrin pi fesë. Dhe një prej gjënove që nxjerr pi fesë është edhe shirku billah, shirku në Allahun azza wa jall. Pastaj padrejtësia, pastaj mos respektimi i prindërve dhe e treta dëshmia e rrejshme. Dytja dhe tretja të nxjerrin pi fesë? Jo, që kjo është fisku i veprës. Ndërsa fisku i zemrës ky të nxjerr prej fesë. Në ajete kuranore i ka quajtur pabesimtarët të pabindur. E bukur, fisku përmendet për kafirat, fisku përmendet për kufrin, fisku përmendet për mëkatarët.
Qysh me e kuptu këtë gjë? Termi është i njëjtë. Alhamdulillah që i kemi ulemat që s'qarajnë. Merë Kur'anin, fisk atu, fisk këtu. E pse të ky fisk pithush është për qëllim kufri, ndërsa këtë fisk është për qëllim gjunahi, të i trajten ulemaja. Edhe i kanë trajtu. E nëse nuk i ngojmë ulemat, atëre bëjmë kërdi me fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Qysh e kemi thonë ma herët Muhammed ibn Abdul Wahhabi rahimullahu ta'ala, kur ja ka mësu tauhidin në zonësave të vetë, edhe një rast, ka po dikush që ka bo zina me nonën e vetë, ka shku tek talebet, kur i ka tregu talebeve, talebet i në qua dhe kanë thonë, e kanë bo të madhe. Qa më qëfar gjunat madhe pas kanë bo këta, që di sen, a ne i kne, fal. Hajtë për vazhdoj me tauhid. Vjen javën tjetër, thot e pash dikush të bon tyrbe, korbana, pa ku e diona. Kur gjo talebet, s'po folin. Tha hajde tha, po fillojmë hala me tauhid, se hala se keni kuptu ju tauhidin. E një ta gjo dhe këtu është, vllazni. Veç para menonit dikush me një, që ka bo zina me nonën e vetë. Edhe nonën tjetër me po dikonin që prin kurban për varrin. Cila bëhet ma madhe të na? Me nonën e vetë. Po të lutna, pse se som su tauhidi. Nuk po e neglizhojmë, nuk po themi që kjo është mëkat i vogël, mëkat shumë i madh është. E udhu bila. Por se ky i dytis në xherbi ves. I parit në xherbi ves. Pastaj e kemi si pikë tjetër të kapitullit e kemi afrimit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Me gjëra që ai ka ligjëruar. Muslimani nuk afrohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala me atë në të cilën gjenden njerëzit, por se me atë në cilën ka qenë zotëria i njerëzve i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam. Te vesuli ligjëruar për të cilën tregon teksti nga Kurani dhe Suneti, të cilët e kanë vepruar të parët tanë të mirë, janë dhe kanë rënë dakord ulemaja, ixhma kanë pas cilat janë. Tawassul është një mjet për të arritur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Në çet mjet ka mjete të lejuara, që në shariatike të lejuara, dhe ka mjete që s'janë të lejuara. Cilat janë të lejuara dhe cilat nuk janë të lejuar, cilat nuk janë të lejuar apo haram, apo shirk, nëse thu, ja rab, unë këtë vepër e kom bo për hirë tondin, ndihmam. A lejo të keme bo këtë të vësull? Jo. Po. Cëllë është argumenti? A e dini? Cëllë është argumenti pa cëllismet? Me vepër, për mi afru Allah subhanahu wa ta'ala me të ndihmu. Me namaz. Me dua. Me namaz, me dua, po njoni që argumentohen ulemaja, cëllë? Cëllë? Një shpell që kanë mit? Shpell. 3 persona. 3 persona, njoni e tregojnë një rast, njoni e tregojnë një rast, tjetri e tregojnë një rast, edhe Allah azza wa jall i largojnë nga shpell. Që kjo është tevessuli me vepra të mira. Tevessuli me emra dhe cilësitë e Allahut azza wa jall. A lejohet sadaka me vonë? Po, tevessuli vaj është. Jep sadaka dhe bën dua. A lejohet me bë dua, mi thon ja Rab, nëse ma mundson me hin në fakultet, nëse ma mundson me martu, nëse ma mundson këtë dhe këtë, unë e kom agjëru kaq dhe kaq dhe kom e dhon, kaq dhe kaq sadaka. A lejohet kjo dua? Po, por se është duaja e dembelit. Se lyp. Është duaja e dembelit. Ma mirë bëje veprën, pastaj kërko prej Allahut azza wa jall. Kjo është më e mira. Sepse kjo është një lloj tregtie ti që e bën me Allahun subhanahu wa ta'ala. Tevessuli me ndonjë për emrat Allahut azza wa jall, me ndonjë cilësi për cilësive të tij, tevessuli me anë të veprave të mira dhe tevessuli me anë të lutjes së ndonjë njeriu të mirë. A lejohet mi thon o vëlla, bën dua? I bën si kurzim. Lejohet. Nuk ka të keqe. Mirë po, ma mirë është vetë me bo. Ma mirë është vetë me bo. A e dini Abbasin, thot ne bënim tevessul për shi. Në kohën e pejgamberit sallallahu kur ishte gjallë, tani po bëjmë tevessul me ty. Do më thonë qa? Po të themi ty si i devotshëm lutë Allahun azza wa jall me na pru shi. E mirë, që ke argument të kundër dervishëve shijave që shkojnë me vot tevessul te varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një argument shumë i fuqishëm. Pse sahabët shkuan te varri, po i thon xhaxhait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Sikur kishte qenë lejuar pas vdekjes me bot tevessul me pejgamberin alayhisalatu wassalam, ata kishin shku te varri. Mirë, po s'kan shku, kanë shku te varri pejgamberit alayhisalatu. Edhe kanë bo tevessul. Më thonë me njeriu e mirë. Tash e kemi besimin në shpalljen
e Allah dhe të dërguarit të tij. Është detyrë për muslimanin të besojë në çdo gjë që ka shpallë Allahu dhe çdo të dërguar apo profet që ka dërguar. Po ashtu, dije se çdo rasul është edhe nebi. Çdo rasul është edhe lajmëtar. Po çdo nebi, a është rasul vllazni? Jo. Pse? Shumë mirë. Çka ka bëu ky nebi? Masi si ka shpallje? Bravo. Ç'kjo është? Ç'kjo dallimi mes rasulit edhe nebit. Rasul është me shpallje. Nebi është lajmëtar i shpalljes paraprake. E ka marrë shpalljen, njerëzit çka? E kanë lënë këtë shpallje, ka ardhur ky nebi edhe e ka, domethënë e ka ringjall atë shpallje që e kanë lënë njerëzit. Edhe thot çfarë? Rasuli është ai që u dërgua me legjislacion të ri, ndërsa nebi është ai që u dërgua për ripërthrirjen dhe miratuar legjislacionin shariatin që ekzistonte para tij. Besojmë se ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është zotëria e të dërguarve dhe Khalili i dashur i Zotit të botëve. Profeti alaihi wasallam thot, vërtet Allah më ka zgjedhur mua për mik të afërt, ashtu siç e kishte Ibrahimin mik të afërt apo Khalil. I dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam kur mbaronte namazin e sabat thoshte: kush nga ju e ka pa ndonjë ëndër që më tregu, Resuli sallallahu alaihi wasallam pas farzit u kthy edhe i ka pyet njerëzit. Që më komentuan se ka qenë edhe komentuesi i ëndrave, Resuli sallallahu alaihi wasallam. Dhe një rast transmetohet kur i ka pyet sahabët për vepra të mira, cili ka bëu këtë vepra të mira? Ebu Bekri. E ka pyet, a ke vizituar smur? Po. A ke fal namaz natë? Po. A ke dhënë sadaka? Po. A ke shku namaz xhenazës? Kret Ebu Bekri ka bëu, yerhamukallah. Kret Ebu Bekri ka bëu, subhanallah. Një rast tjetër për punën e sadakas, Ebu Bekri Omeri e ka vetë ka thonë sul shtyna me Ebu Bekrin. Ai ka thonë këtë pasurinë. Ai ka thonë gjysmën e pasurisë, ky ka thonë kret. Ndoshta Omeri po themi sot sikur na mi pas për shembull 1 milion euro i kemi, edhe unë bja 500.000 euro, ndërsa ai ka 5.000 euro, 5.000 i ka thonë. Po ky te Allah është më i lartë. Se ka thonë kret pasurinë. Apo utan. Kështu do Abu Bekri radiallahu anhu, aq ka qenë imanli i fort vllazni thënë ulemoja, sa që i ka besu tekstit pa asnjë ndryshim në zemrën e tij, sikur ta kish pa për zgjalli apo life ta kish pa xhenetin apo xhenemin. Tash neve, nëse na përgëzon Muhamedi alayhis salam ti kemi shku në xhenet. Edhe ti e ki përgëzimin. Mirë po dallon me sjellja mi thon me pa kështu life, me pa xhenetin edhe fjalën. Atë rritët imani më shumë kur ta shohësh kështu, normalisht. Ebu Bekri ka qenë njësoj. Që e ka pas imanin e fuqishëm. Ebu Bekri radiallahu anhu. Po ashtu dhe thoshte, pas meja nuk ka më profet, por vetëm ëndrat mira që sheh muslimanët. E 4/6 pjesë e shpalljes është ëndra e mirë e besimtarit. Para kiametit besimtarët kanë mi pa ëndrat, që shishojnë që ashtu kanë mjë dalë. Njësaj. Ska me pas koment, po thjesht qyshe e shohin. A e dini rastin që e ka pa një grua që e thirë në telefon, e keni dëgju në audio Shekha Albanin, në ndër që e ka pa? Qa me komentu, veç kalëzëmi që ka me komentu atë, hajtë kalëzëm. E pash Resulin a.s. E pash një njeri plak, edhe, parëmën edhe gjurëmët pi potencon. E pash Resulin a.s. Edhe, poshtë gjurmëve, pas gjurmëve të Resulit a.s. ishte një plak, tha. Edhe unë e tha pithom motrës time, kush o ky? Motra po më thot, ha dha Shekhu Albani. 2-3 ja pithom, ky është Shekh Albani, ky është Shekh Albani. Shi çfarë komenti ka për këtë ëndër? Ja një sekond shi, ç'a më thon? Hajt ç'a më thon? Më thon ëndrat e vërtetat besimtarëve. Dhe Allah zëll na ka transmetuar, domethënë në ajete kuranore, ku thot për besimtarët qysh në dynjo ka si harriqe. Qoftë në përmjet ondrave të ti, qoftë të tjere që e shojnë për ta. Subhanallah. Ju jep Allah azza wa jall si harriqe. Mi tregu që jenë rrugën e vërtet. Subhanallah. Pastaj, thot hadithi është argument se nuk ka profeci dhe as shpallje pas pejgamberit a.s. po ka vetëm përgëzime, ëndra e mire, cila është një pjesë e 46 pjesëve të profecisë. Ashtu siç nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, po ashtu nuk ka të pasur, nuk ka
të pasuar tjetër me të drejtë përveç Muhamedit a.s. dhe profeti sallallahu alaihi wasallam është njeri me tekst nga Kurani dhe konsenzusi. Është njeri, është krijesë, nuk është krijues, sikur qysh e përzin çështjen e Isaut a.s. të krishterët, subhanallah, ata thënë është njeri, mirë po thot Allahu, Zoti, nëpërmjet fjalës ti është mishëruar te Isa a.s. E jashtë logjikshme. Qysh bashkohet krijesa me krijuesin? Kallzon ti mua. Qysh bashkohet? Nuk bashkohet Allah. Thjesht Allah subhanahu wa taala disave ju ka fol pa perde, domethënë ju ka fol direkt me zon, qysh me fjalë, qysh transmetohet në ajete kuranore që Musa a.s. Allah subhanahu i foli Musa a.s. me fjalë. Pra më në një prej dyshimeve të krishterët që e kishin hedh, ma tregoi një vëlla, e kish pa një video. Musa a.s. që është thirr apo në malin Tur, edhe çka ishte thirr aty, edhe këta po thonë që zëri i tij ishte mishëruar në shkurret me zjarr që është. Do të thonë, ajeti vetë po e potencon që Allah zëvëgjel që nga mishëru tek zjarri edhe tek shkurret e zjarrit aty. Po s'është vëlla, Allah zëvëgjel ku dën të thirr. E ka thirr Musa a.s. e ka pas zjarrin, i ka thonë e këtu. S'do më thonë që është Allah zëvëgjel i mishërum aty brenda ati druni. Sepse këta për mu argumentu kundër muslimanëve që Isa a.s. është fjala e Zotit. E fjala e Zotit është mishërua në Isa a.s. dhe njëkohësisht është bo Zot tash Isa a.s. sipas të krishterëve. Dhe kjo bie ndesh edhe me logjikën e njeriut. Po ashtu, andaj nuk lejo që t'i jepen atij sallallahu alaihi wasallam cilësi dhe veçori të tjera përveç asaj që saktësohet me tekst nga Kurani dhe Suneti. Nëse kjo cilësi saktësohet, atëherë është detyrë për muslimanët të dorëzojë atij teksti dhe të refuzojë me një filozofi të veçantë shkencore apo racionale. Është detyrë të besojnë se pejgamberi sa nuk e di të fshehtën, gajbin nuk e din. Përveç ato që Allah azza wa jall ja ka transmetu, nuk e din. As me lajket nuk e din. As me lajket, as Muhamedi a.s. nuk e din kur ka më bë saktësisht dita e Kiametit. Shehja i ka tregu, por se nuk dihet kur është. Domethënë, Kiameti është detyrë të besojmë si shtam të fshehtën, por se Allah i lartësuar mëson atij çështjet që janë të fshehta për ne. Profeti a.s. dëgjonte atë që nuk mund ta dëgjonin njerëzit. Për shembull, Allah zëvëja ka mundësu pejgamberit a.s. mi dëgju dënimet që bëhen në varre. E dini rastin aty me dy personave, kur shkret tek varrezat, edhe tha qëta dy persona po dënohen për një gjuna që nuk e llogaritin si të madh. Edhe çka mor Resulullah sa i mori dy palma, i vendosi, edhe tha derisa të thahen këto dy palma, tha shpresoj tek Allahu azza wa jall që kam ju fal gjunahet. Njëri tha çka? Ka bo bartje të fjalëve, edhe tjetri nuk është ruajt nga urinimi. Ka urinu, sigur na me urinu në komë edhe o stërpik. E tash neva në lejohet me bot njëtën veprim sikur të pejgamberit a.s. Jo, se nuk e dim. Ku e dim na për shka po dënohen dikush për muslimanëve në varreza? Sepse s'kemi dituri të fshehtë rreth kësaj gjëje. Ashtu siç ai sallallahu e shihte Gjibrilin dhe komunikonte me të, ndërsa njerëzit nuk e shihnin dhe nuk e dëgjonin fjalën e tij, siç saktësohet te Buhariu rahimahullahu taala dhe të tjerë se profeti sallallahu një ditë i tha Aishës, ky është Gjibrili, të përshëndet me selam. Ajo radiallahu anha tha alayhi salam, o i dërguari Allah, ti sheh atë që ne nuk e shohim, dhe veçoritë e profetit sallallahu pohohen vetëm me tekst të saktë e jo me tekst daif, as me analogji dhe as me epsh. I dërguari Allah sallallahu është shembulli më i mirë në trajtimin e problemeve të muslimanëve në botën tonë bashkohore dhe në çdo kohë dhe në çdo vend. A pithush vetet musliman o vëlla se çta shkoa protesta në për Shqipërinë përse? A pithush vetet musliman? Edhe pju thon, nuk lejohet femna me dal aty midis burrave, me piskate me bërtit e me marr mikrofonin para këtë burrave të huaj. Ço tipi të sulman. A pithush më vetet musliman dhe? Me çfarë argumenti? Ku ki argumentin? Aisha luftën e Xhemilit. O Zoti i madh, çfarë argumenti më gjojnë? Aisha pas ka shku në luftën e Xhemilit kur ka qenë lufta mes muslimanëve apo? Edhe tash ajo pas ka dalë midis burrave. Po ajo ka qenë me një vend të mbyllur, subhanallahu, sikur përpara që shkon ato të mbyllte për mi deva, apo ato si me qenë një dhomë e vogël, apo e mbyllur. Pas ka dalë Aisha
edhe pas ka piskat para burrave të huaj, kjo është jashtë logjikës, është Allah. Aisha radiallahu anha kur ka transmetuar hadithe, ka transmetuar para hijabit. Hijabin e ka pas. Hijab është nuk se të na kanë keq kuptu, hijab është mbulesa e gruas, apo kupton? Ajo është gjilbab. Hijab është një murr, është një perde, është diçka që nuk e sheh. Hijab ka pas ajo, subhanallah. Plus ka qenë me peqe ajo, u konë mbulume. E ti po ma krahasosh mu Aishën me një motër muslimane e cila del aty para burrave. Me kërku të drejtën e saj prej një kafiri. Edhe pja vesh i shfes, mos ja vesh fes, tu jam analist dhe u krypuna. Të mirë mi vesh kushje. Jam politikan edhe u krypuna. Ama fes mos jam vesh. Se feja nuk është kështu. Pastaj thot Allah i lartësuar ja ka ndaluar tokës që t'i haj trupat e profetëve. Profetët alayhimu salatu wassalam varrosen vendin ku vdesin. E ai që ka vdek ai Kadianive, ku ka vdek? A dini ku ka vdek? Në Vitore ka vdek, në WC. Edhe çka? Le të varroset që aty. Le të varroset që aty. Pejgamberët e Allahut ku vdesin, aty varrosen. Edhe çka? Le të qohet ai le të varroset tash në WC. Në WC le të qohet le të varroset. Sepse ka nënshmu Allah azza wa jall, sepse ka thonë që jam profet i Allahut. Dhe thot profeti nuk trashëgohet, Ademi alayhis salam ka qenë profet. Profecia Hidrit saksohet me fjalët e Allahut lartësuar, unë këtë nuk e kam bërë sipas gjykimit tim. Hidri alayhis salatu wassalam ka vdekur, nëse do arrinte profetin do e kishte obligim pasimin ndihmësin e tij, dhe për fund kur Isa alayhis salam të zbres nga qielli në kohët e fundit, ai do të gjykojë me legjislacionin islam, sepse legjislacioni i Ungjillit është anuluar dhe shfuqizuar me legjislacionin islam deri në takimin e rrodhës me kushtet e pranimit veprës. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet. Amin.